kafja mu derdh sipër, sandalet mu prishën, unë gjenda në një Pride Parade dhe akoma asnjë update për valizhen. Ja si shkoi dita numër 2 në Itali. Sot kishim planifikuar të vizitonim liçenin e Komos. Mora një kafe, një bombolone dhe i ruajta për t'i konsumuar te autobusi turistik ku kishim rezervuar, por para se të arrija, kafja mu derdh sipër dhe e dija që tersi ditës së parë do më ndiqte edhe sot. Po vdisja për bukë dhe pas kafshatës së parë më tha shoferi i autobusit se nuk lejohet. Sa mirë. Nejse, ndaluam fillimisht në Como. Kishim diku te 2 orë kohë për të bërë ç'të donim. Bëm një xhiro, piva kafe numër 2 se e para squej, bleva ullin dhe pate ulliri dhe të dyja ishin super të shijshme. Erdhi momenti të hipnim traget për të lundruar përgjatë gjithë liçenit të Komos. Vapa e tmerrshme 40 gradë s'më lejoi të shijoja asgjë, por jo, bojkot. Pamja ishte e mrekullueshme dhe guida po na tregonte për çdo vil që ishte në pronësi nga njerëzit më të pasur në botë. Ama nuk mund të gënjej, trageti ishte torturë sepse ishte tmerrsisht vap si jashtë por edhe brenda. Ndaluam në Bellagio, hëngrëm drek, morëm akulloret të dyqanit më i vjetër i akullores në Bellagio, më në fund po ktheheshim për Milano. Gjatë 2 orëve që celulari im u fik sepse s'kishte bateri, kaluam 2 orë duke kërkuar çfarë do lloj mjeti transporti deri në shtëpi, por ishte e kotë sepse rrugët ishin bllokuar. E kuptuam shumë vonë, ose më saktë e kuptuam kur u gjendëm në një Pride Parade në mënyrën më të rastësishme. Bëra dush dhe vesha rrobat e shoqës sepse siç e dini nga video e parë, valixha ime kishte humbur dhe unë në këtë pikë akoma nuk e kisha pikën e idesë se ku ishte. Wizi nuk hapte telefonin, aeroporti jo, ndaj updatein përfundimtar do e keni në videon e ditës numër 3 në Milano. Po, nuk ishte si të mungonte sandalja ime duke u shpërbër komplet, madje u hapita si më la tersi me aq dhe jo më shumë. Nejse, aperol, pizza, cocktail bar dhe buonanotte, arrivederci.